E shikues të dashur, tashmë jemi tek Aleja Sky, e cila është një qendër tregtare shumë gjigante këtu në Ljubljanë. E unë kam dhënë në kënaqësinë që të bëj një intervistë bashkë me pronarin e një restoranti italian, Chianti, i cili është shqiptar, pra bashkë me Arsim Seferaj. Përshëndetje Arsim. Përshëndetje. Faleminderit shumë për mikpritjen dhe kohën të cilën po kalon sot me ne dhe për këtë intervistë. Faleminderit, është nder i madh për mua që jam sot në emisionin e juaj. Është një program që frymëzon e promovon vlerat e shqiptarëve që të suksesshëm në diasporë. Është vërtet kënaqësi e madhe që jemi këtu. Do flasim pak për restorantin, do flasim fillimisht ndoshta për rrugtimin e juaj. E di që keni një kohë të gjatë që jetoni këtu në Sloveni, po ndoshta na tregon pak më shumë, na tregoni ju për këtë rrugtim, si ka shku gjithçka deri tash. Po, na jemi gjatë kohën e Sloveni, tash 50 vite, domethënë unë jam gjenerata e dytë, kur kanë ardhur prind si shumica e shqiptarëve që kanë migruar në Perëndim. Kështu që gjatë kësaj kohe, me punën se kemi bë, kemi ardhur ndër tjera edhe deri te hapja e këtyre restoraneve të gastronomisë. Përveç këtij restoranti Chianti, që është vërtet me ushqim fantastik, por gjithashtu edhe stafi dhe gjithçka tjetër, edhe interieri është shumë i mrekullueshëm. I keni edhe 2 restorante tjera. Apo na tregon se çfarë ushqime shërbeni dhe ku janë ato 2 restorante tjera për të gjithë ata që dëshirojnë dhe vinë këtu në Ljubljanë dhe dëshirojnë të vinë te një shqiptar. Po. Na jemi të orientuar kryesisht në hapjen e restoraneve në qendra tregtare. Kështu që kjo është një qendër tregtare e hapur në vitin 2020, ku këtë restorane kemi projektu, zbatu projektin plotni me arhitekt na vet, kurse në qendrën tjetër tregtare City Park kemi gjithashtu një restorant me tematikë të ngjashme, domethënë ushqimi italian, dhe një tjetër restoran në qendrën e Spitalit Ljubljanës. Po pse pikërisht italian? Po pikërisht italian është kështu, për shkak se Ljubljana gjendet është në rrugtim në rrugën, domethënë në rrugën ku gërshetohen kulturat e ushqimit mediteran, domethënë Italinë kemi veriu, dhe Ballkanit, Slovenia është diku në mes. Këta kryesisht e përdorin në jetën e përditshme më së shumti ushqimin italian, ku vinë në shprehje pastat, rizotot, mishi e tjera. Po. Po çka e bën më të veçantë restorantin e juaj? Po mund të them se cilësia edhe besnikëria që i kena met traditës dhe cilësisë italiane, po me një shtesë të inkuadrimit ushqimit modern italian. Po si e përshkruani filozofinë e kuzhinës tuaj në këtë restorant? Po gjithnjë mikpritja e mirë e musafirëve, ku është një ambient ku e vinë, e ndin veten mirë, ushqehen mirë, edhe janë falenderuese na kthejnë prapë në restoran. Të cilat kanë qenë sfidat më të mëdha ndoshta që i keni hasur gjatë këtyre viteve, kur keni vendosur edhe t'i hyni rrugës së gastronomisë? Në sfidën kuptimin negativ nuk kemi pas, përveç siç thash edhe më parë në vitin 2020 kemi bë hapjen e këtij restorani, kurse ata të tjerë edhe më parë, mirë po e dim se në vitin 2020 diku në mars erdhi edhe deri te mbyllja e restoraneve për shkak të pandemisë, ku ishim në fillimet e tona, por qëndruam stoik dhe mbasi që të kaluam atë fazën e mbylljes, atëherë kena pas një, si me thonë, një fluks shumë të madh të musafirëve dhe me ata ja kena dalë, e prej atëherë nuk kemi pas problem se pasi që gjendemi në qendra tregtare,
që janë shumë të frekventume atëherë. Besoj që edhe turizmi në Ljubljan ndikon pozitivisht në lokalin tuaj, në restorantin tuaj, apo jo? Përqindja e turistave që frekventojnë lokalin tonë në raport me gjithë të tjerët është diku 20%. Ljubljana është ndjer qytetet shumë të vizituara nga turistët, kështu që na edhe tentojmë t'ju ofrojmë shërbim të mirë turistëve se janë një klasë e rëndësishme për neve vizitorësh. Po turistët nga Kosova, sa ka shqiptarë që vinë edhe vizitojnë, ndoshta edhe restorantin e ju? T'jam real kështu, jo edhe shumë, ndoshta edhe shkaku i mungesës të promovimit të restoraneve, por vendasit këtu që jetojnë, shqiptarët që punojnë e veprojnë në Sloveni, e vizitojnë, kurse nga Kosova që pas në formë veçantë të vend na vizitojnë, nuk kemi atë shumë. E si i bën ftesë të gjithë atyre që e shohin këtë intervistë edhe ndoshta dëshirojnë kur të vinë me ardhë? Spari janë shumë të mirë se ardhen gjithë shqiptarët, nga kudo që vinë. Ju premtojmë se do ju sjellim ushqim cilësor, do i pranojmë shumë në formë të ngrohtë, edhe besoj që do na kthehen prapë. Po cili është ushqimi, kalojmë pak te ushqimi. Ushqimi ishte vërtet fantastik, disa nga pjatat të cilat edhe i porositëm ne. Pam edhe kuzhinën ishte shumë e pasur në nivelin më të lartë, po mundesh më na tregu se cili është ushqimi ndoshta më i porositur ose më i preferuar nga klientët që vinë këtu? Po, siç folëm edhe më parë, ushqimi është italian. Këtu hinë në radhë parë pastat, rizotot e mishat e ndryshme, po carbonara, ta marrësh si shembull, në bazë statistikave të shitjes që i përcellim rregullisht, është carbonara, një ndër produkteve më të shitura, është peshku losos me sos holandez, tuna, që e kemë shumë cilësisë të lartë, dhe ramstek e biftek, cilat e importojmë nga Irlanda. Kështu që këto kishin me qenë. Gjithashtu du t'i ceki edhe picat e ndryshme që janë të prodhuara nga milli kvalitet Granduro 00 dhe djathi me përqindje 80% mozzarellës, e cilja është më e shëndosh se djathrat që i përdorin. Gjithashtu, stafin, të paktën në këtë ndrim që jemi tani, e keni shqiptar. Si e motivoni stafin jo? Spari besoj që nuk duhet të ketë presion, duhet të kemi raportet mira, ku veprojnë e punojnë në kushte cilat edhe ligjërisht jemi të obligum t'ja u plotësojmë, ku vendi i punës duhet të jetë me orar të caktuar, jo që të bëhet shfrytëzimi i fuqisë punëtore pa kontroll. Kuptohet normalisht edhe pagesa duhet të jetë adekuate për punën që ata e kryjnë dhe si motivim kryesor për shefat e kuzhinës tonë është ajo se na vazhdimisht i dërgojmë trajnime, seminare të ndryshme në Itali, Milano, Firenze, Napoli. Kështu që besoj që kjo është një motivim shtesë ku ata krijojnë edhe zhvillohen më tej në aspektin e gastronomisë. Pa keni ndonjë histori interesante që do kishit pas qef me ndoa me ne dhe me shikuesit e pasion e profesionit? Si histori, diçka më interesante. Ndoshta edhe motivuese, se si ka arrit deri këtu. Mund të them se une farcitate interesante s'mu ta veçoj për momentin, po i kisha ftu gjithë shqiptarët këtu, sidomos të rit që të punojnë, të kenë ëndra, sepse na jemi një popull shumë me vizion, kemi motiv, na duhet punë edhe t'i qëndrojmë besnik ëndrave tona se vetëm me kohën do t'i arrijmë gjitha. Planet për të ardhmen? Për të ardhmen... Sugjerim të menys, apo ndonjë lokal të ri? Sigurisht... Apo ndoshta edhe në Kosovë?
për në Kosovë për momentin, do të jemi sinqert, nuk kemi farë plane për në atë rajon, po kur nuk i dihet jetës, mirë po, normal i përcjellëm ofertën sezonale, cilët i përshtatëm me sezonave, edhe në atë formë na ofertojmë diçka ma shumë për klientët tonë, vazhdimisht cilësia prap ta potencoj dhe ofertet e tilla ku sipas stineve dimnit, verës, pranverës, ja u përshtatëm kërkesave të mushtërive. Arsim, faleminderit shumë për kohën dhe për mikpritje. Faleminderit për vizitën, shumë faleminderit që keni gjetë kohë, keni ardhur na vizitoni, keni një program të qelluar për gjithë neve bashkëdhetarëve që merrem me gastronomi. Faleminderit shumë, ishte shumë daci. E shpresoj se do ashtu pra kësaj që do vini në Ljubljanë, dijeni që tek Aleja Sky e keni një restorant të një shqiptari. Pra, e jani këtu në Kjanti dhe vizitojeni këtë vend të mrekullueshëm, me ushqim të mrekullueshëm, por edhe me staf të jashtëzakonshëm.